Spanja pret një rritje në turizëm gjatë vitit 2026, pasi shënoi një rekord prej 97 milion turistësh vitin e kaluar, tha sot për mediat ministri i turizmit. Nëse rritja vazhdon, do të arrijmë 100 milion turistë huaj, por nuk jemi të përqendruar në këtë, tha ministri i turizmit në Spanjë, duke shtuar se shifra e vitit të kaluar përfaqësonte një rritje prej 3.5% krahasuar me vitin 2024, ndërsa të ardhurat nga turizmi u rritën me 6.8% në 135 miliard euro apo 157 miliard dollar. Spanja është vendi i dytë më i vizituar në botë pas Francës dhe turizmi është një burim i madh të ardhurash për ekonominë, duke tejkaluar dhe vendet e tjera evropiane në 2 vitet e fundit. Sipas Aleancës Turistike, sektori përbënte rreth 13% të GDP-s në Spanjë për 2025-ën. Ministri i Turizmit tha se në 4 muajt e parë të këtij viti, duke përfshirë sezonin e ngjeshur të festave të Pashkëve, autoritetet parashikonin një rritje prej 3.7% të vizitorëve nga jashtë, 26 milion njerëz, të cilët presin të shpenzojnë 35 miliard euro, 2.5% më shumë se njëjta periudhë vitit të kaluar. Bumi turistik ka shkaktuar gjithashtu tension në shumë pika të nxehta turistike për shkak të efektit indirekt në çmimet e banesave dhe problemeve me burimet natyrore. Ministri i Turizmit u shpreh se Spanja po largohet nga sezonaliteti, pasi të dhënat tregojnë se shpenzimet turistike janë rritur me 53% në sezonet e ulta dhe të mesme krahasuar me vitin para pandemisë 2019 dhe me 34% në sezonin e lartë. 2/3 e turistëve që vizituan Spanjën në vitin 2025 synojnë të kthehen pasi e shohin atë si një vend të sigurt, tha ministri, duke shtuar se nuk kishte probleme gjeopolitike në industrinë ajrore.